Po sa i vështirë ka qenë adaptimi në këto sfera të profesioneve? Po profesioni i gazetarit realisht më ka ndihmuar shumë në gjitha këto sferat e tjera. Me që elementi kryesor për qenë një gazetar i suksesshëm natyrisht është që të dish të lavdërosh gjuhën. Në radhë të parë që të dish të shkruash. Dhe kjo fakti që shumë herët kam nisë të shkruaj, ndoshta kjo më ka ndihmuar shumë pastaj edhe në zhanre tjera të veprimtarisë time që i kam bërë, siç thash, në publicistikë, në letërsi, në histori etj. etj. Po çfarë do të thotë për ju të jeni shkrimtar në një kohë ku teknologjia po dominohet nga mediat sociale? Po realisht procesi i globalizimit të cilin po e ndjejmë të gjithë, ka prek të gjitha sfera, domethënë jo vetëm gazetari, jo shqipni tani nuk kemi për shembull gazetari të shkruar, të shtypur, më falni, me që të gjitha gazetat tradicionale nuk dalin, nuk funksionojnë, si në Kosovë, këtu shumë pak në Shqipëri është gati fare. Po është një lloj trendi përgjithshëm ku ka ndryshime e marramendse në gjithë botën. Dhe tani, për shembull, ju e dini një smartphone i vogël, një telefon, aty e ke krejt botën në dorë. Dhe në një farë mënyrë kjo është një lehtësi shumë e mirë për ata cilën dinë ta shfrytëzojnë këtë lloj teknologjie dhe këtë përparimi. Po në anën tjetër pastaj ka pengesat të natyrave të ndryshme, për shembull, nëse flasim në sferën e letërsisë tani, ose të gazetarisë, ose cilën do sferë pa marrë parasysh, në të kaluarën ka qenë shumë më si të themi, më bindë se kur dikush ka dalë në pa ose në opinion dhe është promovuar si shkrimtar, themi si gazetar ose. E tani me këto zhvillimet e reja, siç e përmendëm, ka mundësinë që secili të del dhe e ka domethënë një lloj rrjeti, një lloj mediumit të vet, përmes një mjeti social dhe aty mund të promovohet ashtu siç dëshiron ai. Për shembull, ne kur kemi punuar tazëm në një gazetë, ose që kemi botuar, për shembull, një libër është botuar në 500 kopje, ose një gazetë është shtypur në 2000-3000 kopje, për shembull, ditore. Edhe aq ka qenë, domethënë, ai spektri i lexuesve të cilët kanë mundur të absorbojnë atë informacion, atë vepër letrare, atë informacion nga gazete etj. Kurse tani kemi çdo njeri, tani për shembull mund në një rrjet social, në Facebook ose ku diku, ka për mbi 5000 për shembull ndjekës. Dhe ai në moment domethënë e arrin atë qëllim i cili në të kaluarën është dashur domethënë me qenë pjesë ose një mediumi ose një klasë tjetër e cila do të promovonte. Kurse tani ka ndryshuar krejtësisht domethënë koncepti edhe për letërsinë, edhe për gazetarinë, edhe për historinë, domethënë informacioni është bërë shumë më i qasshëm, shumë më i shpejtë dhe shumë më i vrullshëm. Dhe në këtë kuptim shpesh herë është edhe problematike që të definohet madje se cila për shembull është letërsia e mirë, e vërtetë, cila është gazetaria e mirë, publicistika, apo cili është historian i mirë etj. Me që kemi një lloj përzierje të madhe të zhanreve.